Gjatë ndalesës në Tallinn të Estonisë, zëvendës presidenti amerikan Mike Pence siguroi aleatët në Europë se Amerika është me ta. Pence do të vizitojë 3 shtetet balltike dhe pastaj do të qëndrojë edhe në Gjeorgji e në Malë të Zi, ku gjithashtu do të përcjellë mesazhin e presidentit Donald Trump se Amerika qëndron pranë tyre, raporton AFP. Me këtë rrugtim, numri 2 i administratës amerikane dërgon një mesazh të qartë. Slogani Trump Amerika e para sipas tij ka edhe një domethënie tjetër. Mesazhi im sot është shumë i thjeshtë. Edhe pse politika jonë është ajo e Amerikës në krye, kjo nuk do të thotë vetëm Amerika. Aleatët tanë në Europën lindore mund të kenë besimin e plotë se Shtetet e Bashkuara i kanë në krah. Ne mbetemi të angazhuar ndaj NATO-s dhe ndaj mbrojtjes tonë të përbashkët. Në Tallinn, Pence sqaroi se së bashku me presidentin amerikan ushqen shpresat se qëndrimi i qeverisë ruse do të ndryshojë në raport me Ukrainën dhe mbështetjen e regjimeve në Iran e Korenë e Veriut. Presidenti e ka bërë shumë të qartë se aktivitetet destabilizuese të Rusisë në mbështetje të regjimeve të ashpra si dhe lëvizjet në Ukrainë janë të papranueshme. Por në të njëjtën kohë ne kemi treguar qëllimet tona se presim që sjellja e Moskës të ndryshojë dhe marrëdhëniet të mund të përmirësohen në të mirë të dy vendeve dhe në interes të paqes e stabilitetit në këtë rajon e në botë. Zëvendës presidenti Pence do të vizitojë në 2 gusht Malin e Zi, ndërsa ftesë për samitin e Podgoricës i është dërguar edhe Shqipërisë.